qenë presidenti më i mirë në Kosovë sipas teje? Po vallai presidenti më i mirë që po them, mos e po vet. Në kohët në atë kohën që e u dut Ibrahim Rugova, po tash e kem zotërinë më të madhen, më të bukurin, më që po don po punojnë po speloj. Kush është ai? Që Albin Kurti. A keni me dalë me votu nëse bën zgjedhjet e reja? Po ne kom votuar, edhe po votojmë. Na kena votuar të në LDK, ne kena votuar besën motra jam LDK, kom votuar shumë parti, kena votuar hajt për çdo komunale. Kena votuar për në atë kohë kur kon Ibrahim Rugova, veç Ibrahim Rugova ne kena votuar. Ase këta tri të kanë votuar që në familje same, edhe kanë votuar këto të tjera PDK në same, LDK më shumë të kanë votuar, po vetë vendosja që tash ka shanse më të mira. Mendimet e mia, se i ka njerëz që më unë më spore kanë kryeministin që i duhen. Po sperojnë ta tjerë, ju lutem sa më shpejt inshallah bëjnë këto institucione, se metëm kërkon hiç, përsheni vetë që jemi, e inshallah bëhet mirë, sta trit, se na pak më shumë na veçpedim, se në perëndim e sana këto ishin krye më ti, po këto lo s'pomujnë. Sipas teje, kush mendon që do e marr postin e presidentit? Sipas meje? Po. Postin e presidentit, mendimet e mia jam për 2 vetë. Kush janë ata? Glauku edhe në një PDK-s, besoj që PDK-s mos tash s'po them veç tash duhet diçka më vonë. Një PDK-s pja për mënë jamin, veç Glauku u kondust i duhri i memor. Faleminderit shumë. Çto fjalë. Faleminderit shumë.